Gjithashtu edhe për skenaret që do të ndjekin, organizatorët dhe të gjithë pjesëmarrësit e protestës së ditës së sotme dhe çfarë pritet nga kjo protestë? Do të jetë një protestë kombëtare, siç ne kemi paralajmëruar edhe gjithë qytetarët tashmë e dinë. Është njoftuar, ora është 6:15, rreth orës 19 do të fillojë protesta ku do të grumbullohen qytetarët para kryeministrisë. Është rikthyer podiumi kryesor, pra është rikthyer foltoria e madhe para sheshit kryeministrisë dhe patjetër do të ketë folës të dedikuar për problemet specifike dhe skandalet më të mëdha që kemi parë të paktën në këtë një muaj që nga protesta e fundit. Këtu duke nisur me skandalin e fundit që patëm me përgjimet e dala dhe me faktimin e udhëtimit të kryeministrit së bashku me një mik të tij të ngushtë, tashmë të kallëzuar për zhvatjen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Ron Jafet, një udhëtim i kryeministrit Rama privat për të festuar së bashku me familjen e mikut të tij në 8 tetor të vitit 2020 në Paris dhe për të festuar privatisht pa agjencë zyrtare, ndërkohë që ky individ është një individ që ka marrë 2 VKM nominale nga kryeministri i Shqipërisë, kontrollon industrinë e armëve sot që ne flasim, pra të famshme Kajo, është nxjerrë një televizion kombëtar nga ambientet ku ushtronte aktivitetin vetëm për t'i hapur territorin mikut të ngushtë kryeministrit dhe ndërkohë në padin prej $7.6 milion që është bërë në Florida kundër këtij individi, përmendet e shkruar e zezë mbi të bardhë në dokumentat e gjykatës fakti që aksesi që mashtruesi ndërkombëtar Ron Jafet i ka shitur biznesmenit amerikan është fakti që ka akses në qeverinë e Ramës dhe mundet i garantoj kontrata të majme multimilionshe këtij biznesmeni përmes kontakteve që ka me kryeministrin shqiptar dhe udhëtimeve që kanë bërë së bashku në Shqipëri. Jo vetëm kjo, është licencimi i Bankës Parë Digjitale, një rreth të ngushtë të familjes së kryeministrit, shkelja flagrante e rregullore së Bankës së Shqipërisë për licencimin e kësaj banke, një banke e cila me shumë gjasa do të komprometoj rëndshëm sistemin ton bankar dhe do të shërbejë si një lavatriçe e pastrimit parave të pista të politikanëve dhe të rrethit të ngushtë të kryeministrit, një bankë që është licencuar nga Banka e Shqipërisë, ndërkohë që shkelen rregullat kryesore të vetë Bankës së Shqipërisë për licencimin e bankave, ku ndalohet në mënyrë flagrante licencimi i bankave që janë të regjistruara apo i subjekteve që janë të regjistruar në offshore, apo i subjekteve që kanë zero eksperiencë të mëparshme, apo që mund të kenë precedent penal, siç është rasti i personave në fjalë që i ka licencuar Banka e Shqipërisë. Skandali me çmimin e naftës, skandali me transportin urban, skandalet më të fundit që ju i keni parë këto ditë, të cilat do të jenë subjekti fjalës atyre personave që do të ngjiten sot në podium, pa harruar këtu mega skandalin e 4 ditëve më parë ku u rrezikuan jetrat e 10 familjeve në Tiranë, në farmacinë 10, në zonën e farmacisë 10, ku e pat vetë që me djegjen e një pallati dhe fasadës një pallati modern të ndërtuar vetëm pak vite më parë, 4 apo 5 vite më parë, e pat se u rrezikuan 10 familje dhe jo vetëm, e pat se si kryeministri mori vetë autorsinë përsipër duke reaguar para se të reagonte kompania dhe duke folur në emër të kompanisë për ndërtimin e plot dhe dëmshpërblimin e plot të këtyre familjeve, thua se është Edi Rama, pronari i kompanisë Arlis Konstruksion. Të gjitha këto do të jenë subjekti temave, i diskutimeve, i fjalëve që do të jenë foltore dhe më pas do të jetë sipërherë pjesë e skenarit vendosur në shesh se si do të vijojë protesta. Pra itinerari, vijimi edhe skenaret nga më të ndryshmet që sigurisht sipërherë do të bëhen ditura në shesh pasi të ketë nisur protesta. Dje ka pasur edhe një vendim